Mirëmëngjes miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Ju uroj një ditë të bekuar me Zotin dhe me të dashurit e zemrës pranë jush. Sot do flas për shëmbulltyrën e Jezusit, dritën e botës. Jezusi tha tek Mateo 5, ju jeni drita e botës, një qytet i ndërtuar në maj të malit nuk mund të fshihet. Pas shëmbulltyrës mbi kripën, Jezusi flet për dritën. Nëse kripa vepron në mënyrë të heshtur, drita vepron në mënyrë të dukshme. Kripa ndalon prishjen, drita largon errësirën. Kripa ruan, drita udhëheq. Drita nuk ekziston për veten e saj, drita ekziston për të tjerët. Një llampë ndezur nuk ka kuptim nëse mbulohet. Një besim i vërtet nuk ka kuptim nëse ai fshihet. Kjo shëmbulltyrë na mëson se besimi nuk është pronë private, por përgjegjësi publike. Ne nuk kemi thirrur të shkëlqejmë për veten dhe për lavdin ton, por të ndriçojmë për dobinë e të tjerëve. Një figurë nga historia e kishës së krishterë që e mishëron këtë të vërtet është personi me emrin Athanasi. Athanasi i Aleksandris, i cili jetoi në shekullin e 4 dhe u përball me një presion të jashtëzakonshëm për të komprometuar të vërtetën rreth natyrës hyjnore të Krishtit. Athanasi u internua, u përndoq, u la vetëm përballë një bote të tërë, por ai qëndroi i palëkundur dhe për të thuhej Athanasi kundër botës. Ai nuk kërkoi famë, ai kërkoi besnikëri, sepse drita që mbante nuk ishte e tij, por e Krishtit. Siç edhe Platoni do thoshte, e mira është si drita, ajo bën që gjithçka tjetër të bëhet e dukshme. E pra Athanasi qëndroi deri në fund, stoik, duke shpallur natyrën hyjnore të Krishtit. Krishti një në esencë me atin e tij, Krishti Zot dhe Perëndi. Lejoni të ndaj për ju disa të vërteta, të cilat dua të qëndrojnë. Së pari, identiteti vjen përpara veprimit. Jezusi nuk thot bëhuni dritë, por ju jeni drita e botës. Drita nuk krijohet me përpjekje, ajo buron nga marrëdhënia me Krishtin. Së dyti, drita nuk imponohet, por ndriçon, shkëlqen. Ajo nuk detyron, por zbulon, nuk sulmon, por orienton dhe udhëheq. Së treti, fshehja e dritës është mohimi i misionit. Një besim që mbahet vetëm për vete, humbet arsyen e ekzistencës së tij. Agustini do të shkruante, ne nuk jemi burimi i dritës, por mbartësit e saj. Shoqëria moderne shpesh e ngatron dritën me famën, edhe dukjen me vlerën. Por drita e Krishtit nuk kërkon vëmendje për veten, ai kërkon të shërbejë. Filozofja Hannah Arendt do të thoshte, përgjegjësia morale fillon aty ku dikush pranon të jetë i dukshëm për hir të së vërtetës. Ti jesh dritë do të thotë të mos fshihesh nga përgjegjësia morale. Mbase sot Zoti të drejton këto pyetje. Ku Zoti po të thret që ti jesh dritë? Në cilën hapësirë je duke fshehur besimin tënd nga frika apo nga rehatia? A je duke ndriçuar me përulje apo je duke kërkuar të shkëlqyesh për veten? Ti jesh dritë sot do të thotë të jetosh me integritet në mes të errësirës së korrupsionit. Të flasësh për të vërtetën në një botë ku busulla morale mungon dhe ka konfuzion. Të sjellësh shpresë aty ku mbizotron dëshpërimi. Drita nuk është për të admiruar, por për të ndjekur. Ndaj me këto të vërteta, le t'i lutemi Zotit së bashku miq. Zoti Jezus, ti je drita e botës. Më bëj pasqyrimin e dritës sate në mes të errësirës ku unë jetoj. Mos më lër të fsheh atë që ti ke ndezur në mua. Më jep përulësi të ndriçoj pa u mburur dhe guxim të ndriçoj pa u friksuar. Lutem që drita që është në mua të shkëlqej dhe të udhëheq njerëzit tek ti në jetë besimi. Bekoj burra dhe gra që janë duke më ndjekur sot. Lutem o Zot për një ditë të bekuar për ta dhe familjet e tyre. Ruaj dhe mbroj dhe udhëhiqi në shtekun e drejtë të besimit. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, këtu përfundojmë shëmbulltyrat e Jezusit me shëmbulltyrën e kësaj dite. Mbase do të vjojmë sërish me shëmbulltyrat e tjera të Jezusit pas javës së Pashkës, e cila nis nesër. Kështu që nga nesër mëngjes, shëmbulltyrat e kësaj jave dhe meditimet e kësaj jave do të jenë të lidhura me javën e Pashkës. Mezi pres ju takoj nesër për të ndarë me ju disa të vërteta, të cilat nuk janë thjesht tronditse, inkurajuese, motivuese, por disa të vërteta të cilat do të japin kuptim dhe thelb i jetës tuaj. Mezi pres
Zoti ju bekoft pafund.